e të tjerë. Do ta diskutojmë me të ftuarin në studio, Ilir Ademi. Mirëmëngjes. Dhe gëzuar. Gëzuar për ju dhe për gjithë shqiptarët. Është një mundësi e jashtëzakonshme që të flasësh të gjithë besimtarëve përmes ekranit të Ora News, një mirënjohje edhe në këtë rast. Të falenderoj shumë. Pasi, siç e kam thënë edhe herë tjera, janë në të pakta dritare që gjenë mundësin për t'ju uruar dhe për të sjellë këto vlera që e vendos edhe në pa. Ashtu sikur se e thash, Kurban Bajrami, çfarë është kjo festë dhe bërja e kurbanit, çfarë simbolike ka? Dhe çfarë lloj kurbani duhet bërë ditën e sotme? Se ndoshta të gjithë qytetarët shqiptar përpiqen me mundësitë e tyre të bëjnë kurban, por edhe mund mos e dinë saktë se kush është, ndoshta duhet jetë shpend, duhet jetë gjedh. Çfarë duhet jetë ajo që bëhet kurban ditën e sotme? Për kurbanin, duket sikur gjithë kanë dëshirë të përfshihen, edhe ata cilët ndoshta nuk i kanë edhe mundësitë e tyre të shumta. Po kurbani ka disa kushte, ka disa kritere, pra do të jetë qingj ose gjethe, domethënë të gjedh, po, të jetë mbi 6 muaj. Lopët dhe dëvet, këto kategori janë që pranohen, po mbi gjitha kjo dëshirë për të përfshirë të festa e kurbanit zgjon atë sensin e brendshëm të njeriut që do të lidhet me diçka që është përtej tij. Është përtej ndoshta edhe thjesht tavolinës, është diçka më shpirtërore. Pra, Kurban Bajrami është një ndër festat më të rëndësishme për besimtarët musliman, ku i lidh dhe i kujton me historinë e profetëve. Sa nga profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë me të, aq edhe nga profeti Ibrahim a.s. ku ka dhe zanafillen ky adhurim në një farë mënyre. Pra, bëhet hall ke këtij zinxhiri profetësh të historisë njerëzore, ku përmes saj i nënshtrohet Zotit dhe në një farë mënyre afrohet më tepër shpirtërisht edhe me këto vlera. Që do thotë, nuk mund të bëjmë kurban një shpend. Po, shpendet nuk përfshihen, nuk e plotësojnë, po themi, kriterin e kurbanit, po gjithsesi ai që nuk ka mundësi, nuk ka pse të ndihet, po themi, i papërfshirë në këtë festë, sepse therja e kurbanit është vetëm një element. Mbi gjitha, kjo është festë e lutjeve, e duave, e punëve tjera të mira, kështu që nuk ka pse të ndihet askush i papërfshirë në festën e Kurban Bajramit. Ndarja me të varfërve. Po, pikërisht, gjithë secili ka mundësi që të përfshihet mirësinë e kësaj feste, edhe nëse nuk mundet të bëjë një kurban. Nga e ka zanafillën dita e Kurban Bajramit? Pra, siç thash, historia e Kurban Bajramit lidhet me historinë e një prej profetëve më të mëdhenj, që është Ibrahimi, paqja e Zotit qoftë me të, i cili vendose përballë një sprove të jashtëzakonshme, ku detyrohet që të bëjë kurban djalin e tij. Të dy, edhe Ibrahimi dhe Ismaili, djali i tij, e pranojnë këtë urdhër të Zotit, dhe është një sakrificë përtej, po themi, mundësive njerëzore. Mirë po, qëllimi i ftesës së Zotit për njeriu nuk është që ai të vuaj apo të ndëshkojë veten, po është një ftesë për ta parë veten nga jashtë, në shkuptim. Ne kemi disa gjëra që shpesh i neglizhojmë. Dhe vetëm kur i humbasim, kuptojmë vlerën e tyre. Ashtu siç kemi disa gjëra të cilat përfshihemi aq thellë dhe harrojmë gjithçka tjetër. Dhe duhet gjejmë ndoshta kapacitetin për t'i bërë kurban, në kuptimin për t'i vendosur në pozitën që ato kanë, dhe kështu mund t'i përjetojmë siç duhet. Dhe Ismaili vetëm që nuk u bë kurban, por se Zoti zgjodhi që t'i ozënsoj me një dash, dhe Ismaili vetëm siç thash nuk u bë kurban, por s'u bë një për profetëve gjithashtu më të rëndësishëm në historinë e njerëzimit. Besimtarët musliman kujtojnë këtë histori, përfshihen në këtë histori dhe vijojnë, po themi, këtë ngjarje të madhe, ta vazhdojnë me kurbanet e ndryshme. Si e ka gjetur familjen dhe shoqërinë shqiptare ky Kurban Bajram? Si tham edhe para kësaj interviste, ndoshta lista është e gjatë ndoshta edhe me pak kënaqësitë, edhe me vërejtje, edhe me ato bilancet negative, po
Vinë këto festa për të na bërë më optimist, për të na treguar se shoqëria shqiptare ka kapacitetin për të kultivuar ato vlera, po themi, shpirtërore, sociale, dhe këto festa vinë si një mundësi e madhe, pasi i kujton njeriut vlerat e brendshme, qëllimin pse ekziston, pasi në shoqëritë tradicionale vlerat dhe vërteta janë nga Zoti, janë nga shpallja. Shoqëria shqiptare është një shoqëri që vazhdon në tranzicionin e saj, ku duke u përpjekur të gjejë rrugën, ndoshta pa dashje i ka lënë mënjan këto vlera, edhe për shkak të shkuarës, po themi, historike ateiste që ka kaluar, dhe duket sikur po rikthehet te këto vlera, këto virtyte, kështu që besoj që ka problematika të shumta, por se mundësia për të rikthyer tek familja e shëndetshme shqiptare është gjithashtu. Ndërkohë, mendon se personat publik duhet të flasin më shumë për vlerat shpirtërore dhe tolerancën në vend? Personat publik së pari duhet të përfshihen në këto vlera shpirtërore dhe jo thjesht ti deklarojnë, pasi shpesh është bërë dhe motës që në prag festash apo situatat ngjashme të deklarojnë, po themi, ose të publikojnë këto qëndrime fetare shpirtërore. Ata duhet ndërtojnë një marrëdhënie të sinqertë me këto vlera, duhet t'i besojnë vërtet dhe duke qenë të tilla, duke ndërtuar këtë marrëdhënie, të krijojnë dhe hapësirë më të madhe pastaj edhe për shoqërinë që të përfshihet në këto vlera dhe t'i pasurojë gjithnjë më tepër. Ndërkohë, unë të falenderoj shumë për mesazhet që përcollet deri në këtë momente, por mirë, ne ndërkohë e vijojmë bisedën në studio. Dua të pyes zoti Ademi, çfarë roli luan familja në trashëgiminë shpirtërore të brezave të rinj? Po, pikërisht Kurban Bajrami na kujton, po themi, vlerën e familjes, duke qenë se siç thash është historia mes Ibrahimit dhe Ismailit, djalit të tij, dy profetë më mëdhenj të cilët ju dorëzuan, po themi, urdhrit të Zotit, dhe përmes kësaj sakrifice Zoti i ngriti dhe i bëri, po themi, dy figura të rëndësishme në historinë e njerëzimit. Këto mesazhe vinë për ta orientuar dhe familjen drejt këtij dimensioni. Pra, sa më të lidhur me Zotin, sa më të kultivuara vlerat, po themi, shpirtërore dhe hynore, aq më e shëndetshme është familja, po aq edhe më të virtytshëm do të jemi të gjithë. Dhe pikërisht duke qenë se sapo shkëputëm lidhjen me besimtarët që sapo kanë përfunduar haxhin, pra janë 700 haxhi, janë një lloj pasurie kombëtare, pasi ata vinë me këto virtyte, me këto mirësi, ku shoqëria shpesh edhe pse mund të ketë, po themi, suksese materiale dhe ekonomike, e varfëruar nga këto vlera hynore, shpesh krijon, po themi, egoizëm, konflikte dhe problematika të shumta. Këto lumenj, po themi, të vlerave shpirtërore dhe hynore e pasurojnë familjen shqiptare, e pasurojnë shoqërinë dhe e bëjnë edhe jetën më të bukur. Çfarë mesazhi do të jepni të gjithë qytetarëve shqiptarë, veçanërisht besimtarëve musliman në këtë ditë? Mesazhi është që festat shpesh kanë, po themi, dimensionin e atmosferës, ku njerëzit shpesh gëzojnë me ato momente, por se kryesisht festat në fenë islame vinë si një mundësi reflektimi më tepër, si një mundësi meditimi dhe jo thjesht, edhe pse ajo ka dimensionin jashtëzakonshëm edhe të festimit, po më qëndësore është reflektimi. Dhe në mënyrë të veçantë Kurbani ja jep këtë reflektim gjithsecilit për kuptuar se kush është ai në vetvete, cila është natyra e jetës ku ai ekziston dhe cili do të jetë raporti dhe marrëdhënia me atë që e ka krijuar dhe cili është rrugtimi drejt tij. Kështu që shpresojmë që po themi, ky Kurban të na kultivojë më tepër këtë reflektim, se reflektimi i tillë do të na bëjë dhe shoqërinë më të shëndetshme. Gëzuar edhe një herë. Gëzuar edhe një herë. Dhe të falenderoj shumë që ishe në studio. Ishte kënaqësi. Kënaqësia ishte edhe jona.